Ke shoqëruar ndonjë gazetar të huaj për protestën, për revolucionin e flamingove? Po, kam shoqëruar, ose më saktë kanë kanë takuar, se nuk kam shoqëruar në kuptimin e mirë fillt, po kam pasur, kam takuar disa shumë të rëndësishëm, shumë të rëndësishëm, pra nga këta që shkojnë vetëm për luftë. Dhe e bukur kjo që shkojnë për luftë, pra. Po gazetar, sepse unë kur kam punuar dikur me Channel 4, kam pas fatin dhe jeta fatesh, nuk është se fati është që qëllova që hyra në grupin e gazetarëve të luftës. Edhe me qëlloj që isha 97, pastaj 98 me Kosovën, 99 me Kosovën, pastaj në Maqedoni, po me këtë grup, pastaj me grupin që shkova në Irak, pa aty na qëlloj një fatkeqësi na u vra një nga këta gazetarët që unë kisha shok. Për shumë kam pas fatin, kam punu me Mary Colvin, qofse e njihni atë gazetaren e famshme që u vra në Siri me atë syrin që mbante atë fashion sy që i kanë bërë atë filmin Private War. Mary Colvin ka punuar në atë kohë me Kosovën, pra 98-99, dhe unë kam pas fatin që kam qenë njeriu që rria me të gjithkohën në Kukës, sepse ajo nuk kishte logjistikën e dur dhe afroi tek grupi jonë, dhe ne, si thua, ishte amerikane, po punonte për britanikët, dhe patëm misi shumë të mirë që e ruajtëm deri vonë, deri kur ajo shkoi dhe u vra në Siri. Pra kam pas fatin që kam qenë pjesë e këtij grupi të gazetarëve të luftës dhe i njoh për një herë këta që vinë për luftë. Dhe disa për këtyre ishin gazetarë fiks për luftë. Kemi Auron 35 vjet në luftë, në këtë tranzicionin e gjatë të luftës. Ballkani ka qinkon e Omerit që është në luftë. Kështu që duhet marrë dhe kjo me sportivitet. Si lexo të parën vepër botërore, që është për Ballkanin, dhe është luftë. Pra lufta nga Ballkani ka lindur. Ballkanas, kemi temperamentin që nuk ka ndonjë çudi. Çfarë thon këta gazetarë? Të bën përshtypjen një koment i veçantë i tyre, se dua të kuptoj pak për shembull se na shohin si vend egzotik, si vend i luftës, i përplasjeve. Jo, me kjo e flamingove i ka çuditur? I ka çuditur shumë, nuk e prisnin që një rini dhe një vend të kishte këtë lloj shpërthimi për çështje kaq elitare, do të thosha unë. Dhe në Amerikë nuk proteston njëri për flamingo. Nuk protestojnë, ata protestojnë për armë, për mbajtjen e armëve, për shkak që nëse do t'ju heqësh armët. Po për flamingo jo, nuk protestojnë. Pra si ka mundësi ky vend i Ballkanit? Po, kanë kapur këtë lloj si thua trendi dhe është shumë interesant. Pra nuk është erdhën vetëm për Kushnerin, pra për faktin se u bë aq e madhe. Jo, është e vërtet, duhet të jemi realistë. Aty Rama ka drejt kur thotë që media erdhi sepse ishte emri sigurisht Kushner. Sigurisht. Grepi i parë. Sigurisht. Ajo ishte, ajo ishte atraksioni. Të vish nga Amerika, të shkruash për flamingo dhe zvërnecet, nuk e ka bërë njëri përpara. Apo, se u bë aeroporti për shkakun. Aeroporti zonë mbrojtër u bë. Po s'foli njëri, për të vërtetës. Se shumë e rëndësishme të jesh i ndershëm me atë që thua. Dhe aty Rama ka shumë drejt, që gazetarët erdhën pikërisht se ishte emri i tyre. Por në atë gjë ne, si thua, si shoqëri na ndihmoi shumë ky ndërkombëtarizimi i së çështjes, sepse hyri tashmë në një agjend ndërkombëtare, që nga Australia deri në Argjentinë, njerëzit flasin që orë këta njerëz nuk kanë kështu si mendojmë ne, që merren me drogë, merren me këtë, që kanë edhe njerëz përsëmari që pas kanë sensitivitet. Unë për shkak që kam dalë aty në protest, kam dalë se kam sensitivitet për Butrintin dhe për zonat e tjera, absolutisht. Pra, dhe kjo është shumë e rëndësishme. Dhe mendoj që i ka bërë shumë mirë vendit kjo gjë. Dhe nuk ka asnjë gjë negative, do të thosha unë, në shkrimet e këtyre njerëzve. Pra janë munduar, disa prej tyre kanë qenë jo ata që njoh fundon, po në përgjithësi media kanë bërë dhe gabime në koncepte, për shembull ajo e ka Komens, për shembull që e interpretuan sikur ishte Sazani, nuk ishte gabim, por edhe Sazani për shembull e kanë gabim sepse nuk e njohin. Unë personalisht e kam thënë gjithmonë, po e them te juve që Sazani, nëse bëhet kështu në këtë konceptin që ne kemi bërë atëherë me francezët, do ishte një mrekulli. Pastaj do investonte Kushner, apo do investonte një kinez, apo do investonte një japonez, apo do investonte një shqiptar. Kë pak rëndësi ka. Ka rëndësi koncepti. Pra, ai koncepti. Dhe ka rëndësi shumë që shteti është garantori kësaj gjëje një dhe të ardhurat që vinë, sepse Sazani është i gjithi pranë publike. Të ardhurat që vinë një pjesë i ngelen popullit, bëhet një
shkollë, bëhet një kështu, nuk shkohet, nuk merren paratë të çojnë në vend tjetër. Pra, shumë e rëndësishme dhe marrëveshja që shteti bën në emër të popullit shqiptar, se ti menaxherje, sot je menaxhon këtë gjë, nesër ikën vjen një menaxher tjetër. Ti s'mundi bësh të në avantazh të investitorit, do t'i bësh në avantazh popullit tënd. Ka qenë pak e ngatruar në fillim, por pastaj protestuesit e kanë shpjeguar që nuk janë kundër zhvillimit. Po themi, po duash të marrësh dhe Rjollin apo të tjerë janë pro zhvillimit. Shiko, edhe në Zvërnec, për të vërtetës, dhe ajo që mua më ka habitur është dritshkurtësia dhe arroganca e qeverisë dhe kryeministrit vet, do të thosha që e bëri këtë me Zvërnecën, sepse Zvërneci është zonë e mbrojtur. Dhe ti shumë fare mirë mund të arruash atë pjesë, të zhvillosh për qark dhe gjithë zhvillimi të marrë një situatë aset shumë të rëndësishëm, sepse ti ke një zonë të ruajtur ngjitur. Pra është një kryevepër, nuk e pse shkon dhe prish zonën e mbrojtur. Pra imagjinoje ti një zhvillim që është jashtë komplet perimetrit, që është për qark një zone të mbrojtur. Dhe ishte një aset i jashtëzakonshëm, ishte një gjë fantastike. Nuk besoj që do kishte një ta kritikonte. Po futja brenda, dhunimi i zonës është me të vërtet arrogancë.